Tensionet në gjirin persik kanë hyrë në një fazë të rrezikshme, pasi aleatët perëndimor dhe partnerët ndërkombëtar po intensifikojnë përgatitjet për një ndërhyrje të mundshme në ngushticën strategjike të Ormuzit. Nga Haga, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, bëri të ditur se një koalicion prej 22 shtetesh është tashmë në proces koordinimi për të siguruar qarkullimin e lirë detar në këtë pikëkyçe globale. Sipas tij, përveç vendeve anëtare të NATO-s, në këtë nismë janë përfshirë edhe partnerë të rëndësishëm, si Japonia, Australia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Rutte theksoi se Shtetet e Bashkuara kanë luajtur një rol vendimtar në shtyrjen përpara të këtij angazhimi, duke shprehur njëkohësisht pakënaqësinë e Washingtonit për reagimin e ngadaltë të disa aleatëve evropian. Kreu i NATO-s ka deklaruar se planet operative janë trajtuar me nivel të lartë konfidencialiteti për të shmangur çdo komprometim të mundshëm të fazave të para të ndërhyrjes. Zhvillimet vijnë në një moment ku retorika mes Washingtonit dhe Teheranit është ashpërsuar ndjeshëm. Presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar masa të ashpra, përfshirë goditjen e infrastrukturës energjitike iraniane, në rast se nuk garantohet rihapja e plotë e ngushticës së Ormuzit brenda një afati të shkurtër. Ndërkohë, për të zbutur ndikimin në tregjet ndërkombëtare, SBA ndërmori disa hapa të përkohshëm për lehtësimin e sanksioneve, duke lejuar eksportin e sasive të konsiderueshme të naftës iraniane. Megjithatë, paqartësitë mbi zhvillimet e ardhshme po vijojnë të mbajnë në tension tregje globale të energjisë.